أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Allah në falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, salat dhe selam e dërgojmë. Ndërun vllazën në gjëratën e kaluara kemi filluar me fol diçka rreth biografisë së Imam Ebu Hanifës, ose siç njihet tek biografët se imami më i madh. Kemi fol për emërtimin e tij, kemi fol për rrugtimin e diturisë së tij, kemi fol për dietarët e tij, kemi fol në fund edhe pak për adhurimet e tij. Dhe kemi thënë sa herë që të flasim për ndonjë dietar, përveç që flasim për dijen e tij, folmi edhe për adhurimet e tij. Jo për mi lavdu, mirë po është një rregull në fe, ne dijen fetare nuk e marrim prej askujt përveç në qoftë se i plotson dy kushte. Në qoftë se i besojmë diturisë së tij dhe i besojmë devotshmërisë së tij. Në qoftë se dikush ka dije, por nuk ka devotshmëri, na nuk e marrim dijen e tij. Në qoftë se dikush ka devotshmëri, po i mungon dija, po ashtu edhe për këtë s'kemi se çka më morr. Për dija edhe vepra tek dietarët është kusht që na si xhamat me marr dije prej tina edhe mi pasu. Kemi fol siç e caktuam ligjëratën e kaluar me diçka rreth biografisë së Imam Ebu Hanifës, ndërsa sot do të dalim në një shtek tjetër që ka të bëjë me biografinë e imamit më të madh Ebu Hanifës, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Do të flasim për disa veprime me të cilat është shqu imami në jetën e kësaj bote. Pra ne nuk i themi askujt që është i devotshëm, nga se devotshmëria është mbrenësinë e njeriut në zemër, mirë po ne gjykojmë bazë asaj që e shohim. E tash ta shikojmë se çysh ka qenë imami Ebu Hanifja rahimahullah në rrafshim praktik me njerëzit, në mënyrë që ta kuptojmë se për çfarë imami jemi duke folë. Ka se sot fatkeqësisht është Imam Ebu Hanifja prej dietarëve që më së shumti njerëzit i kanë hin hak. Qoftë duke shpif, qoftë duke akuzu, qoftë duke e keqpërdorur emrin e tij e kështu me radhë. Për këtë arsye ne inshallah do ta mësojmë Ebu Hanifën se kush ka qenë dhe ta shikojmë se ne që thirremi si pasues të tij, se sa jemi duke i pasu këtij imamit të madh. Po ta shikojmë tash se çfarë vepra e kanë karakterizuar jetën e kësaj bote këtë imam, edhe ta bëjmë një analogji ose një krahasim se sa ne jemi duke shku hapave të tij. Nga sa është lehtë me thonë jam pasues i dikujt, mirë po është vështirë me shku hapave të tij. Pa është lehtë me thonë jam pasues i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë po ta shikojmë se hapave të tij është lehtë me shku, është shumë vështirë. Tash ta shikojmë Ebu Hanifja rahimahullahu taala se kush ka qenë. Imam Ebu Hanifja ndërun vllazën ka qenë prej atyre njerëzve të cilët dietarët kanë thënë vetëm kur e kanë shikuar, ta ka dhënë përshtypjen se është njeri i devotshëm dhe i mirë. Flasim pak për raportin e tij me nafilet. Tregon njëri prej dietarëve të asaj kohe, Sufjan ibn Uyeyne ka pas emrin, ka thonë në Mekë, kur ka ardhur me kry haxhin Imam Ebu Hanifja, nuk kam pa njeri. Imam Sufjan ibn Uyeyne ka qenë prej dietarëve më të mëdhej. Thonë këtë fjalë që jemi të cek që kanë thonë dietarët për ta. Jo që kanë thonë njerëz të thjeshtë. Pra dietarët kur ta lavdrojnë dikan, i kanë frikë Zotit para se me shpreh lavdratën ndaj dikujt. Sufjan ibn Uyeyne po thotë, nuk kam pa kur njeri që ka fal më shumë nafile në Mekë se sa Imam Ebu Hanifja. Nuk kam pa kur njeri që aq shumë ka qenë i përkushtuar faljen e nafileve se sa Imam Ebu Hanifja. Tregon një tjetër Ebu Muqatil e ka pas emrin, ka thonë e kam shoqëruar Imam Ebu Hanifën në udhëtime e kur ka qenë vend. E kam shoqëruar ditën e natën, nuk kam pa njeri që i ka kushtuar rëndësi të madhe nafileve se sa Imam Ebu Hanifja. Edhe nuk kam pa njeri më kuptues të fesë që ka kuptuar fekun më shumë se sa Imam Ebu Hanifja. Ndalim pak tek kujdesi i tij ndaj gjunoha. Tregon Abdullah ibn Mubareke, edhe ka qenë dietar. Thot i thash Sufjan e Thaurit, sa i meqëm është Imam Ebu Hanifja. Kur thot nuk e kam dëgju duke bën gibet dikan. Por jo vetëm kaq, nuk e kam dëgju duke bën gibet as armiqt e tij. Por më e armik e ka, thot kur se kam dëgju duke bën gibet as armikun e tij. E Sufjan e Thauri ja kthet, po thot Imam Ebu Hanifja ka qenë shumë i meqëm që m'ia dhon sevapët e tij dikujt tjetër. Pra ka qenë dorështrëngum në rujtjen e sevapëve. Na fatkeqësisht jemi shumë dorëlir sevapët tona, po jemi shumë dorështrëngum në bujarinë tonë. E Imam Ebu Hanifja kur të flasim për bujarinë do ta kuptojmë se sa bujar ka qenë. Dalim tash tek frika ndaj Zotit.
Pra sa i ka pas frikë Imam Ebu Hanifja Allah subhanahu wa taala. Këta natyrisht tham gjykojmë nga ajo që e shohim, jo pse i kemi hindi kujna në zemër me këshirë se sa i ka frikë Zotit subhanahu wa taala. Tregon thot ka qenë duke ecë rrugës Imam Ebu Hanifja me disa bashkëpanik të tij. Thotë edhe njëri i ka thonë Imam Ebu Hanifës ki frikë Allahut. Ka ra muhabeti diçka dhe i ka thonë ki frikë Allahut. Tash ky që i ka thonë ki frikë Allahut, ndoshta ka qenë çoban, ndoshta ka qenë njëri i thjesht, ndoshta ka qenë gjunaçar. Po i ka thonë ki frikë Allahut. Tregon ky që ka qenë me ta, thotë ju zverdh fytyra më një herë. Ju zverdh fytyra më një herë edhe i tha Allahu shpërblef se ma ke dhënë një këshill që më shumë ti kemi nevojë për këtë këshill. Allahu shpërblef se ma ke dhënë një këshill që kemi më shumë të nevojë për ta. Ka qenë duke ecë rrugës me një shok tina edhe pa hiri. Jo me qëllim ja ka shkel kamën një fëmijës. Imam Ebu Hanifja ka shkel kamën një fëmijës pa hiri. Ky i ka thonë, tot jo Zotit se kam atë kërku llogari nesër ditën e gjykimit për këtë shkelje që ma bane. Para më pa hirja ka shkel kamën, ky po i thot a nuk po i friksohesh Zotit që nesër ka mundësi më ta lyj për llogarin ditën kur do dalin para Allahut. Thot ky që ka qenë me Ebu Hanifën bash duke, thot kur i ka nik këtë fjalë i ka ra të fekt. Kur e ka nik këtë fjalë, thot i ka ra Imam Ebu Hanifës të fekt nga madhështia e kësaj fjale që ka pasur në zemrën e tij. E padyshim që me pas kësi reagimi një fjalë nga një fëmijë, natyrisht që do të më kanë prej njerëzve që i ki frikë Zotit jashtëzakonisht. Pa ky ka qenë Ebu Hanifja në raport me frikën ndaj Zotit. Sa i përket sabrit të tij. Po e bi vetëm ka një ngjarje dy të shkurta për me kuptuar se kush ka qenë rrafshin praktik Imam Ebu Hanifja. Sa i përket sabrit të tij. Ka qenë një djalësh që ka thonë unë sot ka me mposht Imam Ebu Hanifën dhe ka me zemru. Se s'ka pas kush që ka zemru Imam Ebu Hanifën. Ka qenë njeri shumë sabërlima. E ka falë namazën e drekës, pasi që del nga xhamia, ta shqyke personi, e ka mush një grosht me gur të vogël, edhe ja ka nis të gjujt në krye me gur. Tash para më veç ka një fjalë më ta dhon dikush, të mret sa të nervozon. Ky me gur e ka gjujt, me gur të vogël. As nuk e ka kthy kryet me këshill. Derisa ka arrit tek shtëpia e vet. Momentin kur ka arrit tek shtëpia e ka qel derën, u kthy nga ai personi, tash ai tu prit se çka ka më thon. Çka i tha? Tha po vjen se tash është vakti i drekës edhe hajm drejt bash. Armë, çfarë sabri ka pas Imam Ebu Hanifja në raport me atë personi që ka këshyr me hidhru. Po ky ka qenë sabri i këtij imamit të madh. Cili ka qenë raporti i tij në meditim të Kuranit? Cili ka qenë raporti i tij me meditim të Kuranit? Padyshim që dietarët në kalumën keni me pasë shumica prej tyre, shumicën e kohës e kanë përdorur me Kur'anin. Ka se një njeri që zbisedon me Kur'anin, një njeri që se përjeton Kur'anin, sa dush me arrin dituri, ai e di është pak kafall, si ma shumë shkon. Jo ka realiteti. E këta kanë bisedu me Kur'an. Kur kanë lexu Kur'an, e ka dikush me bëmi pa, duke lexu Kur'an, kish mendu njerëzit e sotet, kishin mendu që janë kanë çmend. Çashtu kanë bisedu e kanë përjetu Kur'anin. Thot në namazën e Yacis lexoj imami idha zulzilatil ardu zilzalaha. Surën që e dini. Thot Imam Ebu Hanifja, pas namazit e Yacis ka qëndru në qatë vend që e ka fal Yacin. Tash ky që ka qenë përgjec për xhami, thot kur ku marr para sabahut, prapë ku pa Imam Ebu Hanifën në qatë vend. E thonte përsërit ke ajetet kuranore në këtë surë, alon që sura i të nol, që ka lexu imami në Yaci. Edhe të thonë, aty përmenet kush e punon një vepër të mirë sa grimca, ka me pa. Po kush e punon një vepër të keqe sa grimca, edhe këta ka me pa në botën tjetër. E tash tu bisedua Zot dhe ke o ti që e sheh dhe ke më na marr llogari për grimcën më të vogël të keqe, falja e Ebu Hanifës çdo të keqe që e ka bë. Do të thonë tu bisedu me ajete kuranore duke i përjetu, ky ka qenë Imam Ebu Hanifja. Po ashtu tregon jani thot, pasi që e kemi falë namazën e Yacis, muezini që ka qëndru në xhami, ka qenë edhe po ashtu për kujdes i xhamisë. Thon ka orë sabah i ka dhezat e kandilat e kështu me radhë. Thot edhe kërkoi leje nat Imam Ebu Hanifja ka mundësi me qëndru në xhami. Te në sabah. Thot ja dhash leje. Thot kur erdha namazën e sabat, para namazit sabat, për me përgatit terrenin për me falë sabahun, tha e posh atë Kur'anin që e kishte në dorë, e kishte bën ujë nga lot që i kishte derdhur,
nga përjetimet që i ka pas gjatë natës. Edhe tha e përsërit këni ajet kuranor, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. A ditë Allahu ka mja shfaq disa gjona njerëzve që s'ja ka morë menja heq. Në botën tjetër, Allahu ka mja shfaq njerëzve disa gjona që s'ja ka morë menja heq, as që ekzistojnë, as që janë. Kjo ajet fol për kriminal, ndërsa Ebu Hanifja e vazhdon të thëjke përsëris të që ta jetë edhe qante. Paramendoj, kush ka qenë Ebu Hanifja, tash po preket për një ajet që Allahu po i drejtohet kriminalëve dhe njerëzve të këqij. Pra kjo ka qenë raporti i tij me meditimin e Kuranit. Cili ka qenë raporti i tij me Kuranin, si lexojmë. Tregojnë ato që janë mirë me biografinë e Imam Ebu Hanifës, thot e ka pas leximin e Kuranit të përditshëm. Jo të përditshëm ka një gjos, përdit nga një hatme. Përdit nga një hatme ka lexuar. Dërsa kur ka fillu më marrë me fetva, kur ka fillu me marrë me nxënësa, me mësime kështu me radhë, thotë e ka lexuar Kur'anin në çdo 3 ditë. E ka lexuar Kur'anin në çdo 3 ditë. Mirë, por kur ka qenë i pa angazhuar, çdo ditë e ka bëhatme. Pra ky ka qenë raporti i tij me Kur'anin. Cili ka qenë raporti i tij me fitimin e pasurisë halal. Imam Ebu Hanifja, siç e kemi mësuar, ka qenë tregtar, ka qenë i pasur. Tash e ka pas një ortak që ka bashkëpunuar me ta. Edhe e nisët ky ortaku i tij për me çu disa gjëra mishit. Edhe Imam Ebu Hanifja thotë këshire, para se mishit lajmëroj blerësit se çto produkte e kanë nga një tmet. E kanë nga një mangësi. Tregoja për mangësin, nëse pajtuan me ble, në rregull, mirë po mos ja shet pa tregu mangësin që ka produkte. Ky shkon i shet, mirë po ka harruar me ia tregu mangësit. Tash kur vjen këto kur të kthehet, Imam Ebu Hanifja e pyet, thotë, a e shite po? Cila fitime që kë? 30.000 dirham. 30.000 dirham. Thot pa i ke lajmëru për mangësin që i ka pas produkte, thot jo. Ku marru? Kret që të fitim shë e ka pas. Jo veç prej që të në produkte, po në përgjithsi shë ka fitu. Kret e jep sadak. 30.000 dirham. Kret e jep sadak me të vetëm qëllim që qatë pare që ka dëshimta mos me fut në xhepin e tij dhe me ushqy familjen e tij. Sa i përket bujarisë së tij, kur vdek baba e Ebu Hanifës, Thabiti, i le 200.000 dirham. I le 200.000 dirham pas jetës tina. Kret që të pare, Imam Ebu Hanifja i shpenzon për dije, për nxënësa, për dietare kështu me radhë. Kret që të pare i shpenzon. Po ashtu Imam Ebu Hanifja ka qenë për atyre që ka qenë i njohur në kohën e tij, që i ka ndihmuar njerëzve shumë. Sidomos nxënësave dhe dietarëve. Dietarëve kemi thonë ju kanë ndihmuar me vetëm në arsye që mos me shtrin dorën para pushtetarëve. Mos me arë mundësia pushtetarit që me a mundësu këti me ndihmën që ja ban me ndru fetfan edhe përgjigjen. Ju kanë ndihmuar shumë dietarëve. Ju kanë ndihmuar shumë jashtëzakonisht, po ju kanë ndihmuar edhe nxënësave të vet. Qatë shumë sa që kush ka pas nevojë për më martu, i kanë ndihmuar. Kush ka pas nevojë për diçka, çdo nevojë që e kanë pas, ai ju kanë ndihmuar dhe ka qenë i gatshëm. Saqë thotë Ebu Jusufi ka qenë prej nxënësave më të dalluar të Ebu Hanifës. Saqë e bën shkaktari kryesor, pse përhapet me dhëbja Hanefina për botë, pse bën gjykat suprem në atë kohë. Ebu Jusufi ka qenë prej një familje shumë të varfër. Tash po mungon disa ditë në xhami s'po vjen ligjëratat e Imam Ebu Hanifës. Po interesohet baba s'pele. Pse s'pele? Se do të me punu dikush për me sjellë ushqim shpe. Te thot je tregtar, unë s'kam kërkat marrme. Imam Ebu Hanifja thot Ebu Jusufi mi ka dhënë nga 100 dirham. Mi ka dhënë nga 100 dirham veç derse emocional. Unë të moj me bok. Edhe ty edhe familjen tonë. Thot që akon interesant, sa herë që mu harxhojshin çdo pare, çfarë ditë që mu harxhojshin, çfarë ditë me prunke. Su kur mi kallzu dikush. Pra asnjëherë me vitet tona, thot 10 vjet në shpytje. 10 vjet më ka mojt me pare, thot kur s'ka prit mi thonë që mu kanë harxhu. Kur s'ka prit mi thonë që mu ka harxhu sa herë, mi thonë ma ka parapri me dimesen. Po ashtu edhe nxënësave të tjerë që i ka mojt me thonë me pare dhe me buk, me vetëm në qëllim që mu shkollu. Sa i përket raportit të tij me pushtetin, siç e dim Ebu Hanifja ka rujt shumë veten. Nuk është përzi hiç me shtet. Hiç nuk është përzi me pushtet. Për këtë arsye kur ta mësojmë për sprovën fund jetës vet, bëhet sebe pushteti për më mbytje, për me helmu dhe me vdek. Pra bëhet pikërisht pushteti sebeb që ky më ndroi jetë. E Imam Ebu Hanifja thot Ebu Xhafer el-Mansuri, që ka qenë halife në atë kohë, ja ka çu 10.000 dirham si dhuratë, nuk i ka pranuar.
Ka thonë këto parë janë nga arka e shtetit, mi kisha dhënë për Gjepitan, i kisha pranu, për janë këto parët muslimanëve. Njëni që ka qenë përgjec për parët në atë kohë, ja ka qu pa ashtu Imam Ebu Hanifës 10.000 dirhem dhuratë. Tash qysh mja këthyja, i smirët vesh njëri me do njerës. I thot gjallit vetë, Hamadit, i thot që e ka mërtu me të njëjtin emën si që ka pas edhe hoxha i ti, Hamad. Edhe i thot, kur të vdes edhe të më varrasni, më shefi që të pare, e kur të vdes edhe të më varrasni, këtheja parët ati që na ka dhënë. Edhe gjalli vetë, pasë që vdekë Imam Ebu Hanifja, varrosët që të pare, 10.000 dirhem ja këthen ati personit. Edhe ai thot, shumë ka qenë dërshtërëngum fejnë e ti Imam Ebu Hanifja. Dërshtërëngum kuptim që s'ka pranu asnjë sevap me hek për jetës vetë. Tregohet një ngjarje, halifja i muslimanëve në atë kohë Ebu Xhafer el-Mansuri e ka pas një lloj debati me gruan e vet. Halifja ka dashur mi marrë dy gra, gruaja vetë s'po pajtohet. Tash kush mi nda, kush me dhon përgjigjen përfundimtare se kush ka drejt. E thirrën e vetë halifja gruan, kush po do me armëna, kështu se kush kemi drejt, thot Imam Ebu Hanifja. Se ka qenë atë kohë prej dietarëve më të mëdhej. Vjen Imam Ebu Hanifja, edhe Ebu Xhafer el-Mansuri thot, o imam, thot, a është e vërtet që Zoti ka thonë martoni me 2 gra, me 3 gra, me 4 gra? Thot, po mirë, po ka thonë në qoftë se keni frikë që s'keni mundësi më bën drejt ndaj tyre, me një, mjaftoni. Ai e ka ditë vetën edhe ka hesht. Që i bie që gruaja ka drejt në këtë rast. Tash Imam Ebu Hanifja s'ta kryen këtë bisedë me të, mund ja largohet. Mund ja largohet o shkon në shtëpinë e vet. Veç kur pishem asnjë kohë të shkurtë që i vinë shumë dhurata prej gruas së halifës. Më thonë, ma ke përkrau mendimin, edhe më ke pështu. Mirë, po Imam Ebu Hanifja tregojnë ato kur i ka pa këto dhurata u hedhru shumë. Thot, unë s'kam dhënë përgjigje më të kënaqsh ty, po kam dhënë përgjigje se ç'është thot feja, edhe ja kthen krejt ato dhurata prap. Pa ky ka qenë Imam Ebu Hanifja në raport, domethënë në rrafshin praktik të jetës vet. Por këta vetëm një pikë për me kuptu kur të flasin për dietarë që kanë emër të madh të kaluar. Paramendën këtë kohë ndër vëllezën, që ndoshta dietarët krahasim me të kaluar s'ka krahasim. Është e qartë, Imam Ahmedi për shembull ka thonë, pa e ditë 400.000 hadithe, s'lejohet me dhënë fetva. S'lejohet me dhënë përgjigje, cili sa ditë 400.000 hadithe. Pra jemi të fol për burra të cilën të kaluar për mu dallu me emën e mu kanë në maje, këgja u kanë ndesh mu kanë jaftë, si në aspektin e diturisë, si në aspektin e devotshmërisë. Për këtë arsye kur të folmi për ndonjë dietar ose ta ndëgjoni dikën duke fol keq, mos u inkuadroni në ato biseda. Sot fatkeqësisht shumë prej muslimanëve në botën tjetër kanë më dhënë sevapot Imam Ebu Hanifës, që janë të keqpërdor emrin e tij, janë të keqpërdor besimin e tij, janë të keqpërdor fikun e tij. Pra, me bë me këshur praktikisht, ndoshta me 2 durt janë sa e pason Imam Ebu Hanifën sa mesele. Mendon që pasimi ndaj Ebu Hanifës është vetëm ku lidhen durt në rthinsë. Mirë po, sa jetë duke e pasu Imam Ebu Hanifën namazën e natës. Sa jetë duke e pasu Imam Ebu Hanifën dhënien e sadakas. Sa jetë duke e pasu Imam Ebu Hanifën leximin e Kuranit dhe kështu me radhë. Ja valla këto se do të mund. E që to shikoj vetën, sa jetë duke e pasu këtë imam të madh. E jo ku lidhen durt e ku çon durt. Këto janë detaje të vogla që Imam Ebu Hanifja me përgjithësi i ka dhënë fetvat, dhe jo siç trellojnë të tjerë se me padituri, me ignorancë. Pra, por mu dallon atë ku ndihen devotshmëri, tham që pas ka pas nevojë njëri këgja më kanë jaftë. E pse u përhap atë shumë me dhëbja Hanefi për shkak të diturisë edhe devotshmërisë me cilën e vërtetoi Imam Ebu Hanifja dhe dol faqebar nga kjo dynjë, ku do ta mësojmë më thonë, tregimin e tij, sprovën e madhe prekse të tij që u bën sebeb me dal nga kjo dynjë, vetëm e vetëm që mos mushtrin para pushtetit. Por çfarë qëllimi ndër vëllazën? Vetëm me mbrojt fenë. Vetëm me mbrojt fenë. Pra ky ka qenë Imam Ebu Hanifja në rrafshin praktik. Inshallah në ligjëratën e ardhshme do të mësojmë se çka kanë thënë dietarët për dijen e Imam Ebu Hanifës. Çka kanë thënë dietarët për hadithin e Ebu Hanifës. Çka kanë thënë dietarët për argumentet e Imam Ebu Hanifës. Nga se shumë prej njerëzve thonë që Imam Ebu Hanifja i ka dhënë përparësi logjikës para argumentet. Kjo është shpifja më e madhe që është bën ndaj mëdhëbit Hanefi
respektivisht ndaj banivës, po inshallah këto do të trajtojmë ligjëratat e ardhshme. Lutemi Allahun e Madhreshëm të na falë, të na mëshiroj. Lutemi Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu t'i shëroj, të vdekurit tonë Allahu t'i mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.